Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Përshëndetje Elisa. Mirë. Mirë se erdhe. Si je? Mirë se gjeta. Si e hën? Si e hën? Mirë, shumë mirë. Në ditë të javës, preferoj më shumë fundjavë. Unë të hënën e kam në fakt me më shumë qejf se jam goxha produktiv të hëna, të ditët e tjera duken kështu që hajde t'i heqim se jam për të hequr. A je kështu që zgjohesh herët në mëngjes edhe në ditën? Na detyron një çik domethënë, na detyron ty dhe të detyron profesioni që të rish edhe pak më vonë se arrim ne, kurse ne na duhet flem me pula që të zgjohemi me qend, në mëngjes, kështu që si ston pleqt. Super, Alisa, do të thuash sa fjalë për veten tënde, para se të them unë? Po bëj kjo është ndoshta një nga pyetjet më të vështira, jam në gjendje që të përgjigjem gjithçka pak a shumë, përveç kësaj, unë me profesion jam gazetare, quhem Alisa Braho. E kam filluar 17 vjeç si gazetare në fakt për një emision për të rinjt, dhe ja ku jemi sot, nuk e di çfarë ka shkuar keq në jetën time, por jam gazetare politike. Kështu që po pse e shikon kaq negative? Nuk e di çfarë kam shkuar keq, është gazetare politike, shumica për shembull. Ironi, po ishte si batut, ishte si shaka, po ideja është politika sot është jashtëzakonisht e polarizuar dhe prodhon konflikt. Jo vetëm si ai konflikt që ne kemi njohur, po themi për gjatë kohës që ishim duke edukuar ose rritur, por edhe konflikt konkret, sikurse është ai i cili erdhi më në fund fatkeqësisht në Europë përmes Ukrainës, edhe ti aty e kupton se sa e rëndësishme është diplomacia dhe fjala. Megjithatë, domethënë, është pak ironike, ne e kam pas një bisedë me disa miq të mi, ideja që ti somatizon më shumë një situatë e cila ndodhet pranë teje, ironikisht se sa një situatë e cila ndodhet larg teje. Pra lufta lulëzon fatkeqësisht në disa vende të botës arabe apo Afrikës së Jugut prej vitesh, ose të Afrikës së Mesme. Mirë po jo në Europë. Edhe në një mënyrë apo në një tjetër, elitarizmi, thënë kështu, e ka nxjerr jashtë trupit të vet, jashtë sentimentit të vet, dhe gjithë gjëja çfarë mund të ngele ishte një formë empatie njerëzore për diçka atje larg që është duke ndodhur. Edhe kështu që ndryshon ka puna kur të vjen në derë të shtëpisë, edhe ndryshon puna edhe kur aq më keq, si unë shumë që jetoj në Prishtinë, në Kosovë, kur fillon edhe ndjen kërcënimet që të vinë nga Serbia, që sigurisht nuk janë asnjëherë. Normalisht ato mund të kuptoni vetëm juve që jeni direkt aty. Mund të heqim një paralelizëm me këtë fatkeqësinë që ndodhim, sepse sot kur kjo regjistrohet, për shembull, është dita pasi ranë tërmetet në pjesën jugore të Turqisë dhe Sirisë, edhe sot mëngjes më duket ishte një tjetër që i pasoi. Ndërkohë që ne jemi duke folur, se jam duke e parë fakt. Janë edhe disa tërmete të tjera që janë duke ndodhur, edhe këto pamje që kanë të tmerrshme kur e shef kameraman edhe njerëz që janë kryer të detyrës duke vrapuar, ndërkohë që ata janë në përpjekje për të ndihmuar disa të tjerë. Megjithatë, po mund ta heqësh një paralele në sensin që në kohë të vështira fillon edhe të kuptosh më mirë atë se çka ty të rrethon. Megjithatë, ajo është një faktor i pashmangshëm natyror me të cilin ti duhet vetëm që të përballesh, edhe për ata që kanë besim në Zot duhet që të lutan, sikur sa unë, ndërsa pastaj për sa i përket politikës, ajo është diçka tjetër, ajo është diçka e cila është e brendshme, është e zgjidhshme, është e komunikueshme, edhe absolutisht unë dua që të besoj si optimiste që jam, që gjithmonë ka metoda dhe mënyra për të negociuar edhe për të arritur që të shmangur konflikte dhe sidomos konfliktet fizike. Po, më thesh më bën pak kjo përshtypje, domethënë siç e thesh parë që është ndryshe kur është lufta në Ukrainë, domethënë ose kur kërcënon Serbia dhe ndryshe kur është në linjën e mesme, edhe te kjo pjesa nga që
mbas edhe Twitteri jon, mbas kjo feedi jon është një çik më shumë i dominuar nga perëndimi, nuk e shikon të njëjtën gjë nëse ndodh në një tragjedi në perëndim ku dalin ato hashtag-et prej këtu, prej atje, domethënë nuk është e njëjta val për këto. Në atë sens, di se kuptoj absolutisht. Ajo është gjithmonë, nuk e mbaj mend kush e ka thënë, a ka qenë Marquez Remarku, që keqardhja është thjesht një kënaqësi e brendshme për diçka që nuk po të ndodh ty. Pra keqardhja për atë personat atje tutja. Edhe kjo ndjesi, pra e keqardhjes, e cila shoqërohet gjithmonë, sigurisht edhe me hipokrizi të madhe, pasi për shembull isha duke i parë sot personazhe të ndryshëm, jo vetëm të medias, po edhe personazhe gjithandej botror të artit e mëtetash ishin duke u solidarizuar, ndërkohë që nuk ka nevojë që thjesht të solidarizohesh, mjafton që të hapësh një llogari bankare ku ti të solidarizohesh përmes injektimit drejt për drejt të ardhurave të paras, edhe e çon në zonat e prekura nëse do të solidarizohesh. Po edhe normalisht do ta fuen në description, domethënë se unë e përdora sot që në mëngjes ma tregoi një kolegu punës pasi është sirian, ka akoma fare fis, po shoqyra ai ka në jug të Siris, po që ka mënyra domethënë nëse do të ndihmosh sikur një gjë sa më të vogël, po ta kuptosh që çdo lloj gjë e vogël mblidhet edhe arrin në një lloj gjëje tjetër. U shkëputa? Po, mos e përmjot. Me të gjonë të po thosha që ka, si që përmendë ti, ka nga këto mënyra, me thënë, që janë në të vërtetë shumë të thjeshta, edhe për robë që nuk ka nevojë të hedhësh nga mira aero, një gjë e vogël, nëse gjithë secili do bënte atë gjën e vogël që bën ti do ndryshojmë diçka, kështu që do ta vëmë një link pastaj në description poshtë për të gjithë ata që janë të interesuar. Unë e pash që mëngjes Alisa se mora disa se ne kemi po krijojmë një right wing idiot, kështu domethënë, edhe nga që unë jam kundër këtyre gjeopolitikës anti-shqiptare që vjen nga Turqia, nga Greku ose nga Serbi, njerëzit kujtojnë si unë urrej, e kupton? Edhe po donin që të nxjerrin ndonjë gjë kështu, e thash plako, është tjetër gjë politika, është tjetër gjë që vuajnë. Ata janë njerëz siç je ti, siç jam unë, domethënë to janë dy gjëra, unë nuk flas për atë, unë flas për politikën. Edhe e kisha një çik frikë domethënë këtë sensin që ishte marrë në atë kuptimin që janë disa robë që presin që unë të gëzohem për këtë fatkeqësi, është makabritet. Jo, shikoj, kjo vjen edhe një herë për të rikthyer asaj që neve po thonim për polarizimi i jashtëzakonshëm që është duke ndodhur përmes politikës. Ka këtë të keqe që i vendos njerëzit në llogore, por nga ana tjetër ka edhe një gjë të mirë. Ku ndahet çapi nga sheqeri dhe ku ti kupton eksaktësisht se kush është çfarë. Ka ardhur edhe mua më ka ardhur pak në majt hundës, ky liberalizmi i qendrës së majt dhe qendrës së djathtë, ku ti ende nuk e ke të qartë se kush është çfarë. Dhe për shembull me çfarë po shikohet edhe brenda Parlamentit Evropian, skandali i madh që ka ndodhur në fakt brenda Parlamentit Evropian me një rast korruptiv ku janë kapur disa nënkretar, pra jo vetëm një, po dy, dhe shumë të tjerë të përfshirë, vëre që e gjithë narrativa se si është ndërtuar për ta mbrojtur këtë skandal korruptiv është dhe mek se vjen prej ekstremeve brenda Parlamentit Evropian. Ndërkohë që është e vërtet, këta që qëndrojnë në qendrën e sigurt të ngrohtë edhe larg, po themi, polemikave të atyre që qëndrojnë më në skajet e ideologjisë, të majt apo të djathtë, duket se gjejnë strehim kështu për të vazhduar të qetë që të bëjnë këto hesapet e tyre. Edhe kështu që më vjen në mirë që jam duke parë jo vetëm në Shqipëri edhe në Kosovë më pak, po në Shqipëri shumë më tepër dhe në Europë që ka një avash do të thënë një ndërgjegjësim kolektiv që ideologjia duhet shprehur qartazi dhe pa ekivok dhe pa pikë kompleksi, sepse nuk është turp sot që të thuash i djathtë, ashtu sikur se nuk është turp që të thuash i majt. Ndoshta pak për i majt, po. Jemi edhe një mendim, kështu që më mirë mos e diskutojmë se pastaj na duket kështu si echo chamber, i thonë ja, po flasin ata tash edhe s'kemi tjetër ta ballafoshim. Si Alisa, un kam një bindje time personale që ne si shqiptar
të rinj, flas më shumë për moshën time, domethënë, kemi një mungesë të ideologjisë politike, që e kuptoj që nuk kemi këto të çfarë domethënë ti je djathtë, çfarë domethënë ti je majt. Ne jemi më shumë si skuadër, domethënë, ai të njëjtit mendim edhe pse ndodh e gjitha kjo. Nuk mendoj që është ashtu, domethënë nuk mendoj që është gjithçka bardhë ose zi, mendoj që ka gri, mendoj që mes nesh ka shumë të rinj të cilët e dinë eksaktësisht se çfarë ndjejnë, le të themi kështu, se çfarë mendojnë, mirë po nuk e dinë mirë dhe eksaktësisht se kujt linje i përkasin, edhe kjo vjen edhe për shkak të një konfuzioni të madh që është krijuar për shkak të mediave. Ato që cilat konsiderohen si mainstream media, pra mediat mainstream, ose cila është fjala e duhur në shqip? Mainstream, mediat e rrymës së rregullt. Së rregull. Ato janë ato të cilat në fakt kanë ndërtuar narracionin mbi çka është e majtë, çka është i djathtë, ose qoftë edhe çka është e qendrës. Ato janë po të njëjtat të cilat kanë ndërtuar vetëm narracionin, por kanë ndërtuar edhe një kulturë të anulimit, pra e cila quhet cancel culture, ku zakonisht 99% të rasteve, për ironi, është gjithmonë e djathta, ajo e cila është sulmuar për shkak të cancel culture. Rrallë mund të shikoj, për shembull, çuditshme zgjedhjet në Brazil, për shembull. Askush nuk çua edhe të imagjinosh, domethënë, që të kesh një oponent të tillë, sikurse ai që i përkiste totalisht të majtës ekstreme, nuk as që mund të imagjinohet që një politikan bashkohor sot të dalë dhe të flasë me të njëjtën gjuhë, qoftë në këtë kontinent, qoftë edhe në atë kontinent, pa u anuluar, le të themi kështu. Pra e gjithë kjo mua gjithmonë më ka bërë përshtypje, që fëmijë më ka bërë përshtypje, por e shoh që ka ardhur me një dozë rritje. Edhe pikërisht për këtë arsye kam vendosur që gjitha platformat e mia, qoftë edhe kur jam në televizor, ta shpreh pa kompleks edhe pas edhe një lloj problemi bindjet e mia që jam e djathtë edhe i përkas të djathtës, jo qendrës së djathtë, jo qendrës ose diçka të moderuar, po të djathtës edhe pikë edhe kaq, do thënë e djathta klasike edhe ose konservatorizmi i pastër nuk ka asnjë gjë për të pasur frikë, ja ku jam unë, as po kafshoj, as po ha njeri dhe prap jam konservatore. Po, për shembull një shembull i vogël edhe nga jeta ime, unë ka filluar me 18 vjeç, që kam qenë shumë marksist, nuk kam qenë asnjëherë, por kam qenë goxha majtas, domethënë, që i doja gjitha fush me lule, i doja gjitha që të gjithë ishin të lumtur të barabartë, domethënë duke u rritur kaluan vitet, edhe tani besoj se jam diku qendër e djathtë ose si ta themi konservator liberal, se është edhe një çike vështirë për ne që konservator të moderuar. Konservator i moderuar, domethënë, se edhe mua më pëlqen, jam e gjej veten aty, konservator i moderuar, pra që janë për liri të plota, njerëzit mund të shprehen si të duan, të bëjnë çfarë të duan, etj, por që sigurisht që i kam disa vlera dhe disa norma të cilat unë dua dhe dëshiroj që t'i ruaj. Sa e vështirë është, Alisa, të shpresh mendim, se ti the pak më parë që mundohesh gjithmonë kur je kudo që je e ftuar për çfarë do të themi që flet që ta japësh mendimin tënd ashtu siç e ke pa u censuruar. Sa e vështirë të duket ty në këtë skenën shqiptare ose kosovare, po shqiptare është prap? Nuk mendoj që është e vështirë që të shpresh atë që do, ajo që është e vështirë është përgjigjja që merr pas. Pra ju rrallë herë më ka ndodhur që sikurse herën e fundit që isha në një debat televiziv, unë ndava edhe me ju që jeni disa prej miqtë e mi, edhe e vështirë ishte mënyra se si trajtohesh si palë. Pra ajo aty ka filluar të më shqetësojë edhe të më bezdisi trajtimi si palë, ku për shembull ai që është përballë meje, paçka se është gazetar, të njëjtit profesion me mua, nuk ka dot që mua të më shikoj si një opinionist, një njeri i cili po përpiqet të krijojë një opinion, por shihem si palë. Dhe kjo është fatkeqësia e madhe që po na ndodh neve në Shqipëri edhe në Kosovë, është e njëjta edhe në Maqedoni, se ndjek nga pak gjithmonë shqiptarët, sidomos veçanërisht, është fatkeqësia e madhe e blerjes, shitblerjes së profesionit tonë të gazetarit. Pra, dhe nuk i vë faj në qoftë se sa herë që unë do dal në mediat në Kosovë, do të ketë një fije dyshimi se kush më financon, kush fshihet pas, e gjitha kjo
e ka një precedencë, edhe janë vetë gazetarët në Kosovë dhe vetë gazetarët në Shqipëri, të cilët si shti dhe unë e dim shumë mirë, një pjesë dërmuese atyre janë të financuar nga partitë politike. Në një ambient të tillë, kur ne njohim precedent, si që dërgove atë videon, apo dhe shumë video të tjera, edhe nga skena shqiptare, domethënë disa janë të dukshëm fare, direkt që janë palë, domethënë se ata duke që po bëjnë avokatin e djallit full time, sikur varet jeta e tyre atje. Për njerëzit domethënë që kërkojnë çik më mirë, se si mund ta dalloj Robi, domethënë, ose në që ka në një diçka, ndonjë tipar që e dallon atë gazetarin që mundohet të jetë objektiv, ose të paktën të shprehë idetë e tija, jo diçka të importuar. Si mund të dallohet kjo gjë? Dy gjëra, unë përpiqem që t'i gjej tek ata që kam interlokutor përballë. Së pari bën sensi, pra mirë kuptimi, që ajo që unë jam duke thënë nuk e ka një mbrapa skenë dhe nuk e ka një le të themi kështu agent, nuk vjen me një agent jo politike, se politike mund të kesh një agent politike, nuk ka asnjë një problem që ta kesh atë, por nuk ka një agent e cila do t'i shërbejnë një partie politike të caktuar. Spari kjo, dhe së dyti më e rëndësishme, çfarë do t'i thoja dëgjuesve të paktën nga atyre që përpiqen që të kuptojnë eksaktësisht sa ku qëndron secili prej nesh, është shumë e lehtë përmes kritikës konstruktive. Në rast se ti në as edhe një moment një gazetar X të caktuar nuk e sheh duke dalë, le të themi kështu, prej linjës së tij, pra duke ka përcyer aty përballë qoftë edhe për të mirën e vendit ku po jeton, ose për një kauzë e cila sikurse është për shembull për ta konkretizuar, që mos flasim na për Kosovën për shembull. Jemi duke diskutuar sot në Kosovë, ka qenë Lajt Çaki Pranishëm, është një presion të jashtëzakonshëm qeveria e Kosovës për të zgjedhur, për të vazhduar për të çuar përpara një prej marrëveshjeve fillestare të 2013-s dhe më pas 2015-s, sikurse është asociacioni i komunave me shumicë serbe, një asociacion monoetnik, jam duke thënë të për ata që ndoshta nuk e dinë që po na dëgjojnë, një asociacion i cila është shoqat në fakt, një bashkësi komunash, le të themi kështu, por që është e njëjta formë të cilën sikurse edhe në vitin 1991 nisi ajo e cila sot njihet si Republika Srpska në Bosnjë. Edhe sigurisht që kjo e frikson qeverinë. Dhe ti do të mendoje që logjikisht gazetarët të paktën në këtë përballje, le të themi kështu, titanësh Kosovë-Serbi, në një mënyrë apo në një tjetër do përpiqeshin të ruanin një farë balance, të mos e dëmtonin, le të themi kështu, imazhin e Kosovës, që ato çka themi ne nëpër studio të mos transmetohen çdo ditë dhe të citohen nga presidenti Vučić në Serbi. Por në fakt nuk ndodh kështu, sepse pozicioni dhe karrigja ndonjëherë janë më të rëndësishme. Është shumë e vështirë për ne që të dalim jashtë asaj, jashtë personales. Si ka thënë atëre sa ikonica kulti individit, kur shqiptarët të rreshtin së dashuri kaq shumë individin dhe më shumë kolektivin pra Shqipërinë, do të jetë edhe dita që ne do të dalim për kësaj situate. Edhe mbyll në fakt duke thënë që nëse më lexoni pas shumë vitesh dhe jepni të drejtë sa që po them unë, do të thotë që asnjë gjë nuk ka shkuar mirë. E dhimbshme. Po kjo pjesa pak më pesimiste, po i kemi dhe ca gjëra të mira, e kemi dhe një pjesë optimiste. Po me që jemi këtu, domethënë, siç e kishim dhe atë framing, domethënë që me që jemi dhe të asociacioni, mbase kjo është nga pikat, cilat janë ato problemet më të mëdha, domethënë, të botës shqiptare, sidoqoftë edhe për të rinj, për të vjetër në përgjithësi, cilat janë domethënë 3 ose disa gjëra ose 1 ose 10, si e ke më të përshtatshme. Nëse je duke më pyetur se çfarë më shqetëson më së shumti sot në të gjitha problematikat e botës shqiptare, nëse nuk e kuptova gabim, apo jo? Po. Okej. Atëherë, 2, më fal po heq këto se nuk po funksionojnë mirë për momentin, po i rikthej pas pak minutash. Jemi kështu pa problem, se Okej. Të pari një nga gjërat që po më shqetëson më së shumti është situata e largimit të shqiptarëve. Është absolutisht alarmante. Unë e pata një space ku
është një hapësirë në Twitter pra ku diskutohet që isha edhe ti bashkë me mua aty dhe shumë miq të tjerë për të diskutuar për zhdukjen ose humbjen, mund të përdorim terma nga më të ndryshëm, mos pasjen e informacioni se ku ndodhen ata rreth 180 fëmijë të cilët janë strehuar në strehimoret dhe në bujtinat e Home Office në Britaninë e Madhe të azil kërkuesve shqiptar. Dhe mua ajo më duket absolutisht alarmuese, më duket një ndër situatat më të paprecedenta ndonjëherë që po përballen shqiptarët. Sot dëgjova që edhe Kosova ishin larguar mbi 45.000 shqiptarë në Kosovë me vetëm 1.8 milion banor, që duket alarmante. Dhe kjo më pas, e cila vjen numër 2, që është janë të ndërlidhura, pjesërisht, jo plotësisht, që është shpopullimi i trojeve shqiptare në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi është i njëjti fenomen shpopullimi, i cili vjen sipas një largimi dhe dyta e mos lindjes ose zgjedhjes së familjeve të reja për të mos lindur më shumë se një fëmijë ose për të mos lindur fëmijë në kohë, pra duke dhe të themi shoqëruar më tej distancën e moshave mes të rinjve dhe të vjetërve. Dhe absolutisht që kjo më shqetëson. Unë e kam parë në programin e Partisë Demokratike PAK që janë duke përmendur shumë shpesh të shpopullimin, por nuk, siç duket, nuk janë thelluar aq sa duhet dhe ende shqiptarët nuk kanë frikë për këtë termi, sepse e kam parë nëpër studio, i rikthehemi asaj që tham pak më parë, që ne na pëlqen gossip edhe na pëlqen shoqëria e spektaklit dhe nuk na pëlqen që të flasim për gjëra të qëndrueshme dhe bërthamore, sikurse është kjo pikërisht tema e shpopullimit. Po besoj se këto të dyja janë ndoshta më të rëndësishme për mua. Do me thënë, unë e perceptoj kështu, do me thënë që kjo shpopullimi ishte para disa kohë si tip teori konspirative që qarkullonte më shumë në Facebook, por unë mendoj se kemi hyrë te faza tani që është fakt, që është e pranueshme, mund ta prekësh, mund ta shohësh shumë shpejt që nuk është më teori konspirative, është thjesht një fakt që trojet po shpopullohen. Asë edhe një lloj problemi neve mundemi që ta themi, sepse e thash edhe pak më parë që përgjatë gjithë kësaj bisede ne do flasim pa komplekse, edhe do të themi ato gjëra të cilat shumica ngurojnë që ti thon mediat shqipfolse. Shpopullimi në fakt është një ndër ngjarjet më shqetësuese për Shqipërinë, Kosovën dhe gjitha tregat shqipfolse dhe padyshim kam dëshirë që ta shikoj, që të ngrihet si temë diskutimi qoftë për sociologëve, qoftë për atyre të cilat duhet konsiderohen elita dhe që kanë informacion mbi arsyet përsa po ndodh kjo gjë. Dhe me thënë, ajo që neve mundemi të bëjmë, më së shumti është të përpiqemi ta ngrëmë si kaos, ta ngrëmë si çështje. Pastaj ata të cilët do duhet që t'i hyjnë më në detaje, nuk mendoj që na takon neve, por kaq. Dhe diçka tjetër, është shumë interesante nëse mundemi që ta lidhim me këtë gjë në konspiracionit. Konspiracion mund të konsiderohej edhe historia e McGonagall që ndodhi në Shqipëri. Do të thënë nëse përpara disa vitesh do të guxonte dikush të çojë dhe të thoshte që shiko se në fakt qeveria shqiptare në Shqipëri është duke lobuar, duke paguar lek për të mbytur, le të themi kështu, opozitën e vendit apo kundërshtarin e vet politik, gjithkusht do të na kishte përqeshur minimalisht ose maksimalisht do na kishte konsideruar si të çmendur. Sikurse ai shkreti, që përmenda para ca ditësh. Jo, shiko, thjesht unë si individ kam marrë edhe informacion shumë nga jashtë, me thënë ndonjëherë është edhe pak e keqe se nuk marr ai shumë informacion për Shqipërinë se sa për këto, po thjesht ashtu na ndërthurë tjetër, domethënë ato lloj informacione, ato lloj burime që kemi. Edhe te kjo pjesa e konspiracive, domethënë nëse ka një çik bon sens, nëse është edhe nëse duket si film aksion, unë tani e marr për të mirë qenë derisa të provohet të kundërta, sepse janë shumica domethënë edhe shumë nga këto për mos të futur në tema të thella që nuk dua t'i prek për arsye se nuk e di asnjëherë si interpretohet pastaj, sidomos në kanalet leftiste si YouTube, që edhe disa gjëra që dukeshin shumë absurde ishin deri diku domethënë kishte diçka, edhe që
prej atëherë domethënë jam që okay, let it flow, që shife si do të ecin gjërat, nuk e pse thua kështu, nuk e pse thua ashtu, vrojto, edhe pastaj mendo vetë se fundi ajo është për mendimin tim kryesor, do ta kuptosh një çik vetë, do të kesh atë bon sensin që mund të ndodhi nëse po. Mendimi kritik, jo konform, ka qenë në fakt bazat e filozofisë mbar botërore, kështu që nuk do të bënte as edhe një lloj çudie ose përshtypje që neve të rikthehemi mendimit kritik. Dhe asnjëherë nuk është i dëmshëm ai. Për shembull, unë madje e preferoj që të përballem me të majtën në fush betejën e mendimit, edhe të programit. Po, është shumë e thjeshtë. E vërtet është shumë e thjeshtë se i bëj copa. Po, megjithatë, domethënë mua më pëlqen që të përballem në fush betejën e ideologjisë, dhe jo të përpiqemi të eliminojmë atë që kemi përballë vetëm sepse ka një mendim ndryshe. Përkundrazi jam shumë e hapur ndaj të gjitha mendimeve ndryshe dhe do të ishte mirë që kështu të perceptoj edhe djathta sot. Ajo nuk diskutohet, domethënë ti ke edhe një mënyrë shumë të mirë për ta thënë, sepse je profesioniste në këtë punë dhe je edhe goxha diplomate në mënyrën se si flet, kurse unë jam i pamëshirshëm fare dhe ka pjesa sepse për mendimin tim rob që duan të mbyllin gojën diku tjetër janë thjesht njerëz të dobët që s'kan formuar karakterin e vet dhe kanë frikë nga vështrimet e ndryshme. Në qoftë se ti mendon se ideologjia jote është e fortë, çfarë lloj ideologjie ti je? Majtas djathtas lart poshtë. Në qoftë se ti mendon vërtet se është e bukur, edhe ja vlen, edhe ka forci, dëgjoje tjetrin. Me i miri do mbijetoj në fund, kështu që. Edhe thënë këtë edhe diçka tjetër, domethënë ne mësojmë prej njëri tjetrit edhe Imata ka pas një shprehje ka akoma që vetëm guri nuk ndryshon mendim, edhe neve mundemi që të ndryshojmë mendime për gjëra të caktuara në momente të caktuara. Për shembull, unë kam mësuar jashtëzakonisht shumë për çështje të ndryshme prej miqve të mi të cilët janë të majtë, edhe më kanë bërë edhe të ndryshoj mendim vende aty ku unë mund të kem pas një çështje më radikale, le të themi kështu. Ashtu sikurse edhe unë po përpiqem që të punoj me ata miq të mi të cilët e kanë atë inteligjencën e mjaftueshme emocionale për të kuptuar në fakt që mendimi ndryshe është plotësues edhe jo si diçka e cila shihet për tu eliminuar. Është unë e shoh pak të vështirë këtë, edhe pse mundohem, domethënë e kemi parë edhe në spesa që kemi regjistruar më parë, domethënë që edhe pse e shtron paraprake që shifin, ne po jemi në një debat, ne po diskutojmë ide, jemi është një fush betejë idesh, domethënë, njerëzit e kanë shumë të vështirë mos ta kthejnë personale, mos ta ulin dorën aq poshtë, domethënë sa nuk quhet më fair game. Unë këtë e shoh të vështirë personalisht sepse nuk e kam as eksperiencën tënde, nuk e di se si ti lër rob ta kuptojmë që ne po flasim për ideja nuk jam unë. Unë idenë sot e kam, nesër se kam. Po së pari do të gjesh hapësirën e duhur për të dialoguar edhe për të diskutuar edhe për të debatuar. Edhe pse vetë nuk e zbatoj këtë këshill që sapo thash, pasi përplasem pa nevojë aty ku nuk duhet. Megjithatë, absolutisht kjo do të ishte një nga këshillat e mia të para për sa i përket debatit publik. Pastaj e dyta më e rëndësishme mos u dorëzo, mund edhe të kesh vetëm 10 views në një moment dhe vetëm 10 veta të pranishëm në një space, mirëpo nesër pas nesër ajo vjen duke u zhvilluar edhe të uroj jashtëzakonisht shumë fakt të më pëlqen ajo se çka ke nisur, e di që është hobi, le të themi kështu për momentin, mirëpo do kisha pas shumë dëshirë që të shikoja të rinj, si puna jote që të shtoheshin sa më shumë në hapësirat online të mendimit të pavarur, pasi neve këtu nuk kemi sponsora që të na dalin njëra poshtë tjetrës, nuk kemi as edhe një lloj agjende caktuar komerciale, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Shumë faleminderit Alisa për fjalët e mia. Në këtë drejtim unë thjesht një problem të vogël shoh, unë problemin e parë që e kam evident, që nuk e di akoma nga se vjen, mund të jetë edhe nga mungesa e vullnetit tim ose nga mungesa e punës time, por diçka që kam vënë re është mostashja e personave të rinj që janë në moshë time më të rinj ose pak më të vjetër, që nuk ka lidhje fare, që të marrin pjesë në diskurset e tilla. Domethënë, është për mua pothuajse e pamundur. Po ka një intimidim të rinjt
Unë përpiqem gjithmonë që të mos e shikoj faktin le të themi kështu kolektiv. U përpoqja edhe një herë tjetër në një hapësirë të debatuese që ta thoja, përpiqem që të mos analizoj mbi psikologjinë e masës, e turmës, se ajo është shumë tricky, thënë amerikanët, është shumë e kuklavitur, shumë problematike. Përpiqem gjithmonë që të merrem edhe të trajtoj individët. Me sa unë kam kuptuar, nëse ka një ngurim nga individët të rinj shqiptar, vjen për shkak të një atmosfere as pak mikpritëse për ta. Pra, ku ti çfarë mesazhe të përcillet sot, qoftë mediatikisht, qoftë politikisht, që ti nëse ti je i ri dhe ti nuk ke nga mbrapa X apo Y biznesmen i cili të financon, dhe ti nuk e nga mbrapa një mori me valigje, le të themi kështu, ngarkesa politike, më të thash, ti askushi, mundësisht do të jetojnë nga emra nga më të ndryshëm, do përpiqen që të eliminojnë, qoftë politikisht, qoftë mediatikisht, dhe gjithçka funksionon me një rreth vicioz shoqërie, ku janë po të njëjtët njerëz që ftohen për të folur për Big Brother, po të njëjtët njerëz që ftohen për të folur për politikën, po të njëjtët njerëz që të dielën duhet të na argëtojnë. Do të thënë, është një tmerr i vërtet mediatik që duke ndodhur në Shqipëri dhe pastaj ajo reflektohet sigurisht edhe në rrjetet sociale, sepse kanë frikë. Pastaj s'po i hym kësaj temës tjetër të patronazhimit që i bëhet njerëzve, që ajo është e tmerrshme, domethënë, ku të gjithë neve ruhemi me lupë në dorë çdo ditë, çfarë themi, çfarë bëjmë, edhe s'mund t'i fajsosh sepse kanë frikë ose s'kanë iniciativë në këtë klimë. është goxha klim sulmuese, goxha është e vështirë të jetosh, është duke si shkretë të tirë, domethënë, kupton, dhe ne jemi ata zhapikët që mezi mbi jetojmë në të gjitha të nxehtin. E kanë vënë, po është shikoj, një gjë që më ka bërë përshtypje mua, që lidhet direkt me këtë pjesën që mesazhi që jepet është mesazh i gabuar që kryetari i Bashkisë Beradit, normalisht, majtist, surprise. Në mediat e tij online nxjerr sa më shkëput. S'ka problem, e përsërisim. Kryetari i Bashkisë Beradit, domethënë që i përket Partisë Socialiste normalisht, në mediat e tij sociale, por mbase edhe më shumë brenda Beratit nxjerr shkolla private. Domethënë, shkolla i bën reklam në kryetari i bashkisë i zgjedhur me votat e popullit që është publik, i bën reklam 2 shkolla private në Berat. Që kjo është mesazh për mendimin tim. Qoftë unë do isha prin, ky mesazh për mua do të përkthej si i dashur Bleon, qoftë do që fëmia jote të shkollohet, çojë në shkollë private. Është shumë e rëndë, po këtë shiko. A di po mendoj që qoftë mediatikisht, qoftë edhe shqiptarët në përgjithësi në përditshmën e tyre, ju shtrash të kura që shumë sa që asnjë gjë nuk u bën më përshtypje. Sot që ne jemi duke folur, realisht, nëse e mendon mirë, kushdo që përballet me një lajm të tillë, gjëja e parë që shkon ndërmend, më thuaj nëse kam gabim, është po kjo është gjë më e vogël, unë nuk e di pse ti po çuditesh, këtu ka shumë keq. Realisht, nëse mund ta mendosh. Këtë reagim marr dhe unë për çdo gjë. Po shko sa distopike është që ti të kesh një aplikacion ku ti kontrollon administratën publike se kush i bën like. Të pari të vënë. Deputetit. Kjo është uzdi çfarë fjale mund të përdor tani që të mos i shaj, tamam, po është zdim. Kjo është 1984. Po, e Orwell. Po, vetëm problemi është që ata të Orwell ishin shumë inteligjent përgjithësi, domethënë. Dhe kjo është një bajraktarizim banal kështu otoman, domethënë. Kjo s'ka të bëjë me atë lloj definicioni distopian që kishte Orwell. Kjo është një s'po flas për lejme kaq se di që pastaj do më përdori.
Ne jemi e tribu, jo, e lëmë kaq. Me që u ndalëm pak te pjesa e konservatorizmit, domethënë, qëllojmë që jemi të dy sot edhe po të bisedojmë dhe jemi pak a shumë të njëjtat mendime. Është fakt edhe që shqiptarët po lindin, siç e përmendën edhe ti më përpara, që po lindin më pak, jemi më pak fëmijë, domethënë. Edhe të themi të drejtën, ka do kthen kokën domethënë të pasurit familje, pavarësisht se si e koncepton robi familjen. Se shumë njerëz e konceptojnë në mënyra të ndryshme, po të pasurit të familjes nuk është më trend. Themi të drejtën. Sado edhe imshme tingëllon, nuk është trendi për momentin. Po, shko, nëse ti do t'i bazohesh të dhënave demografike të Shqipërisë, sot e kupton eksaktësisht që kjo që ne jemi duke thënë është fakt. Pra nuk është konspiracion, kjo që po themi është fakt, sepse kjo përkthehet në numra. Megjithatë, arsyet përsa unë ende nuk arritur që t'i kuptoj, por janë një sër arsyesh. Së pari, le të vemi në gjenezë. Tirana është qyteti më i madh, apo jo, i Shqipërisë. Aty presupozohet që do duhet që të vinte, thëmë kështu në një mënyrë apo një tjetër, edhe numri më i lartë të krijimit të familjeve edhe si rrjedhoi edhe popullsia më e madhe do duhet të gjeneronte nga qytetet më të mëdha. Kjo është logjik demografike. Tani, në momentin që ti e shikon që në një Tiranë ti nuk mundesh të jetosh, ti nuk mund të gjesh një shtëpi me qira në 300 euro. Ndërkohë që rroga bazë është 280.000 lekë, apo është rritur për 280 euro. Jo. Sa do lloj mund të jetë rritur, do jenë 100-200 të vogla, nuk ka ndryshim. Sidoqoftë ajo, pra kur ti nuk arrin dot që të gjesh një banesë me qira në pas të rrogës minimale, cila ndodhet në Shqipëri, ti aty ka që është e dhëna e vetme dhe e mjaftueshme që ty të nevojitet për të kuptuar që është e pamundur për të krijuar një familje dhe për të mbajtur më pas një familje në kryeqytetin e Shqipërisë. Pra, shumë shpesh unë edhe me miqtë e mi diskutoj që ka një rrjedhje, një çmendje totale që nuk arrit dot ta kuptoj, qoftë për shkak të parasë zezë, të kriminalitetit e tjerë që ne dim që qarkullon në Tiranë, por kur unë shkoj te prindrit e mi, të cilët janë një shtresë mesatare normale të dy punojnë, kur shkoj në Tiranë nuk arrit dot, domethënë që të kuptoj se si mund që këta të rinj të jetojnë aty, e le më të imagjinoj të paramendoj që të krijoja familje. Mua më duket e vështirë, le më të rinjve të cilët e marrin një rrogë bazike dhe punojnë tek Zara ose një brand tjetër aty në banak që shesin ose bëjnë kafet, që të cilat janë profesionet më bazike, më të respektueshme në Shqipëri sigurisht. Nga ana tjetër, diçka tjetër që jam duke vëndesh, nuk ka një politikë shtetërore. Unë e kam thënë shumë shpesh, pra, sado që unë mund të fajsoj individin, pra mund të fajsoj shqiptarët të cilët kanë filluar të sillen si trush flar, që ulen përpara televizorit për të parë Big Brother edhe boshatisin rrugët e mbyllin dyqane, të cilët do duhet që t'i mbanin hapur çdo çast për të shitur deri në moment të fundit, ndërkohë që shkojnë aty edhe për të parë se çfarë bëjnë ata në brenda një shtëpisë të mbyllur 4 mureve. Nuk ka them dot edhe nuk merrem dot me të. Mua më intereson cilat janë politikat kombëtare, pra politikat shtetërore që vijnë. Do duhet që të kishte disa politika shtetërore për këtë shpopullim që po i ndodh në Shqipëri. Mirpo kjo qeveri sigurisht nuk ka edhe një lloj interesi që ta çoj uindrit asaj ullie dhe të pranoj faktin që po shpopullohet Shqipëria dhe si rrjedhoi dhe nuk ka politika për ta luftuar shpopullimin e Shqipërisë. Normalim, një pranim për ata do ishte thjesht vetvrasëse se do pranonin atë gjën që ata e kanë si flamur dhe e tundin kudo që nuk është e vërtetë edhe ne kemi ndryshuar që s'është e vërtetë në fakt. Qa mund të bëjmë nëse individ? Kupton se politikën e kuptojmë, politika është jashtëzakonisht shumë e keqe, përveç faktit që ne mund të votojmë. Se ne mund të votojmë për të ndryshuar atë, duke i bërë presion të njërës parë, pastaj palës tjetër që në mënyrë ato të diskutojnë me njëri tjetrin dhe jo të diskutojë populli për ato. Këtë e kuptoj pjesën e votës, por ne si individ, çfarë mund të bëjmë për këtë depopularizimin dhe ikjen edhe që? Po,
Sparring ndërgjegjësimi i çfarë do lloj forme, qoftë përmes miqve tanë, debateve, diskutimeve private që kemi, qoftë edhe ato publike. E Majta ka një koncept occupying public spaces, edhe ka shumë interesante në fakt, edhe të njëjtën gjë nuk do ishte keq nëse e përdorim. Pra, sikurse ne kemi një shprehje kështu të djathtë që themi në anglisht që the left cannot meme, nuk di të bëj memes, they cannot meme, ashtu ata kanë filluar edhe kopjojnë për shembull këtë se ka qenë një mënyrë në fakt të komunikimit publik që e djathta e ka uzurpuar jo rrallëherë të gjën, edhe ashtu dhe neve mundemi të mësojmë diçka prej të Majtës, dhe kjo okupimi, pra zënia e hapësirave publike, të komunikimit dhe të dialogimit është shumë e rëndësishme. Të djathtët zakonisht përpiqen që të ikin debatit, të ikin konfliktit, të ikin rrëmujës, le të themi kështu. Silvio Berlusconi, edhe pse nuk është shembulli më i mirë për të marrë, po megjithatë ka pas një shprehje si djathtë, kjo muhabet në kohët e la prima Repubblica Italiana, ka pas një tjetër kontekst. Por po them që thoshte noi siamo la parte silenziosa, pra ne jemi pjesa e heshtur. E djathta në fakt numerikisht është pjesa e heshtur gjithmonë. Edhe në Shqipëri, unë e kam bindjen time personale që Shqipëria është më shumë e djathtë se sa e Majtë. Nuk është e vërtetë që është më shumë e Majtë. Është e pamundur që të jetë e tillë. Në fakt, vetëm duke ju referuar edhe statistikës të moshave, ti e kupton që Shqipëria është e djathtë, nuk është e Majtë. Por Majta del në votim. E Majta del në orën 7 të mëngjesit edhe zë radhë për të votuar, ndërsa e djathta qëndron në shtëpi gjithmonë. Dhe thënë këtë, sigurisht pastaj s'po hyjmë aty diskutimi, ta bëjmë një herë tjetër që ka mungesë totalisht përfaqësimi sot për të djathtën në Shqipëri. Po unë kam pas të diskutime, kemi pas edhe bashkë një herë tjetër, nuk e di atë kujtohet, kur diskutoi që është tërheq një grup të rinj, të cilët erdhën përmes protestave të studentëve, dhe për mendimin tim absolutisht që po janë tërhequr. Ata sot do duhet të ishin njerëzit që publikisht do duhet që të diskutonin edhe ta ngrinin këtë problem. Pra një djathtë alternative, mirë po nuk janë, sepse u tërhoqën. Me thënë, e parën që nuk mundën dot që të kishin, le të themi kështu, nuk ashtroi askush tapetin e kuq, edhe vendosën thanë, okay, ka që ishte për ne. Ndërkohë që unë këtë e shoh si një betejë të një pas njëshme, betejë pas beteje, të cilët duhen diskutuar dhe thonjza duhen luftuar publikisht. Mua kjo më fakt më e pak shpresë kur thua ti që besojnë se ne jemi të djathtë, sepse unë doja vërtet të ishim shumë të djathtë. Në fakt perceptimin ose mendimin fatkeqësisht nuk e ndaj njëri me unë. Mbase normalisht gjithmonë gjëja e parë është varet çfarë burimi ke shembull, ke shef, domethënë ose në çfarë ambienti je rritur etj, po janë këto tjetër pak më parë që është e drejtë, nuk duhet të bëjmë ato psikologjinë e masave, por duhet të trajtojmë individin, por gur bëhet kalaja dhe kur shikon individ që duan t'ia japin fuqinë shtetit, duan të mos kemë as përgjegjësi, po t'ia japin gjitha shtetit edhe të bëj këtë, të bëj atë, edhe vetëm të rinë, domethënë, gjë më të madhe se ajo nuk ka për mua. Edhe nuk e di, a mos është pjesa e pashkollimit ose është pjesa që nuk kanë ç'a bëjnë vetë edhe thonë më mirë të zgjedhim këtë kryetarin që do na sjellë dritën. Po, kujdes, do me thënë mos ngatrojmë termat, se vërtet shqiptarët kanë përtatësi brenda tyre, pra janë një popull i cili pëlqen rehatia, e cila vjen edhe për shkak të një trashëgimie fatkeqe, sikurse është komunizmi, e cila në një mënyrë apo në një tjetër dembelosi njerëzit dhe i bëri ata që të mendojnë që barazia, jo equity, siç thon amerikanët, s'ka fjalë në shqip, dyja i përkthehen si barazi, le të themi kështu, jo equity, po equality. Pra, në këtë mënyrë barazin e kanë parë si një shfrytëzim, le të themi kështu, ku atyre shumë lehtësisht ju është servirur një rrogë e barabartë për të gjithë, etj. Pra në këtë sens, ky lloj mentaliteti komunist ende ekziston tek ne fatkeqësisht. Ajo është një proces i cili do të dojë kohë për të ndryshuar, por megjithatë do të dojë leadership për të ndryshuar. Ndërsa për sa i përket të asaj që thash pse kam shpresë dhe mendoj që Shqipëria është
pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e djathtë. Kjo vjen për shkak se unë kam vënë re që një nga gjërat të cilat shqiptarët nuk e durojnë dot është padyshim mungesa e lirisë. Dhe liria është baza, është shtylla kryesore e të djathtës. Kështu që nuk kam as edhe një dyshim për këtë që shqiptarët janë më shumë të djathtë se sa të majt, vetëm do të duhet kohë për të kanalizuar, për të pasur leadershipin e duhur, edhe mbi të gjitha për të kuptuar realisht që përmes një elite të djathtë, Shqipëria do mundet që të adresojë disa prej problemeve kyçe që ne kemi, qoftë popullimi, dhe dyta më e rëndësishme për momentin që mendoj unë që janë kauzat e kombëtariste shqiptare të cilat sot janë në ditë të zeza. Unë kam për në fillimet e mia fare, një monolog, që monologu i dytë e kam quajtur Sfungjeri dhe kam folur për faktin se ti deri tashmë më ke njohur deri në një farë pjesë që unë kam qejf ta trazojnë çika të tenxherën, kështu që të nxehen çik gjakrat dhe ti hedh pak benzinë zjarrit. Unë kam goditur në një mënyrë shumë të vrajshme edhe paksa jo të duhur, domethënë që mua më bezdis jashtëzakonisht shumë fakti që ne shumicat e gjërave që marrin nga jashtë, mbasi janë vetëm në sytë e mi, domethënë, por janë kjo negativiteti, kjo lloj progresivizmi pa mendim, kjo lloj të shtypurit, cancel culture, vetëm unë kam të drejtë, ideja ime, unë jam i martuar me idenë time dhe nëse vdes ideja vdiqa dhe unë. Ku jemi ne tani? Është po ndodh kjo? Po marrim ne gjëra kot kështu si dele me sy mbyllur nga perëndimi që nuk duhen marr? Mendoj që fatmirësisht problemet e shqiptarëve janë shumë të mëdha, pra janë gati ekzistencialista, problemet të cilat kanë të bëjnë me të përditshmen, me pamundësinë e shqiptarëve për të servirur në tavolinë bukën fëmijëve të tyre, dhe duke qenë se jemi ne jetojmë në Europë me problemet e botës së tretë. Ne fizikisht jemi këtu, mirë po problemet tona janë problemet e botës së tretë. Dhe absolutisht që kjo gjë i ka bërë shqiptarët gati ta kenë të pamundur që të fillojnë të eksplorojnë, le të themi kështu, problemet e first world të botës së parë. Dhe kjo është mirë, fal Zotit, me shpresin që edhe në perëndim do fillojnë që në fakt këtë një reflektim ndaj kësaj shkarjes totale të normave dhe vlerave, qofshin familjare, qoftë edhe përgjithsisht politike, kështu që po japim kohë le të themi kështu perëndimin. E dia të shpreh që ne gjithmonë kemi pas që jemi 10 vjet mbrapa, domethënë që çdo trend, çdo gjë në Shqipëri vjen me 10 vjet vonesë. Duket se kemi pas të drejtë për atë gjë. Edhe për këtë shikoj pas një 10 vjetësh mund t'i rikthehemi kësaj bisede edhe mund të jetë aktuale. Nuk mendoj që për momentin është aktuale në Shqipëri, se ka të tjera halle, besoj. Okej, po e marrin të mishën të deri në një farë pike. Kjo kultura sigurisht ka diskutim, domethënë është thjesht perceptim, se mund edhe ta kem gabim. Normalisht, po unë shikoj atë perceptim që ti sapo dhe unë shikoj si logjik, ndaj e pranoj për momentin, domethënë se më binde. Ideja është marrim një aspekt tjetër, që ti kapim shkurt këto pjesët. Kultura konsumatoriste. Big Brother, përputhen, ha, pi, ri, ik në banjo, po pate jetë private edhe futu në krevat, e kupton? Ik në kafe. Pse? Kur e humbëm ne se shqiptarët kur ikin jashtë, siç kam ikur unë, domethënë ne jemi overachiever. Jemi si i thon overachiever, jemi më të mirë se të gjitha që jemi këtu. Diaspora shqiptare për shembull është një nga më potentet për të krahasosh me këto të tjerët. Pyetje shumë interesante, por edhe vështirë. Kam menduar shumë gjatë me veten time. Edhe kam shkruar edhe një oped, cilën nuk e kam publikuar për shoqërinë e spektaklit, që unë shumë shpesh e quaj kështu. Nuk ndërlidhet me atë të Guy Debord, domethënë librin e tij dhe mënyrën, mësa konceptin e tij filozofik mbi shoqërinë e spektaklit, shoqërinë konsumeriste. Po kjo më shumë për mendimin tim ndërlidhet përveç konsumerizmit,
me një mungesë ideologjike. Pra, i rikthehemi edhe një herë atij debatit, e cila nuk ka të bëjë vetëm me ideologjinë politike, po mund të jetë ideologji edhe e lifestyle-it, edhe e mënyrës se si neve ta jetojmë jetën. Është mungesë teologjike ndonjëherë. Ndonjëherë është mungesë të besimit në Zot, ndonjëherë është mungesë të besimit në familje, ndonjëherë është mungesë të besimit në shoqërisë. Ajo e di që duket patetike thënë kështu, humbja e shpresës, pra. Do të thënë, gjithçka është e dhimbshme, pas një gjë nuk mund të jetë aq e dhimbshme. Ndjes se sa një popull i cili humbet shpresën. Pra, një popull i cili humbet shpresën është një popull pa bosht. Ku ti ka humbur boshti jot, udhërrëfyes, dhe në momentin që të humbet ai, më pas gjithçka, ti je mall për konsum. Pra mundet që të shitet gjithçka, mund që të thuhet gjithçka, ndjes do kolliten se unë jam smur. S'ka problem, të shkuar. Atëherë të dashur miq, ne mund të shfrytëzojmë të rastin për të thënë gjithë juve që faleminderit që na dëgjoni, bëni like, bëni comment, bëni subscribe në YouTube, në Spotify, ku të doni ju. Nëse keni akoma më shumë dëshirë, normalisht kemi akauntet tona në Patreon, ku çdo gjë normalisht publikohet sa më parë të jetë e mundur dhe më pas publikohet në paraformat e tjera. Dhe kështu mund të na suportoni për më shumë për të pasur biseda të tilla më të këndshme. Alisa, mirë se erdhe përsëri. Ishte u gjeta ndjes, ka një vdekje të shkurtër edhe u riktheva. Po, larg qoftë, gurtën e drut ton plesht. Shiko. Për momentin këtu është -6 më duket, tash. Për kuriozitet. -6. Mira, unë nuk është se na bën shumë përshtypje sepse ne e kemi edhe një çik për ditëshmëri këtë. E di po, ama megjithatë Prishtina ka një situatë të tmerrshme, po për një herë tjetër kjo temë. Edhe ndjes që të rikthehemi pak ta rimar se humba pak veten nga shkëputja. Pra, mungesa e boshtit është ajo e cila absolutisht e bën shoqërinë konsumeriste. Ajo është e gatshme që të konsumojë gjithçka, edhe bishti matës time, të konsumojë gjithçka, edhe të thotë gjithçka, thënë kështu, edhe të bëjë gjithçka. Është shumë lehtësisht e manipulueshme. Unë e kam bindje që zhveshja nga të gjitha vlerat, qofshin familjare, qofshin shoqërore, qofshin sidomos të besimit, e bën njeriu edhe pastaj edhe kombëtare, edhe ajo është shumë problem. Giorgia Meloni ka pas këtë teorinë e vet, e ka përdorur shumë të tezë për gjatë fushatës. Ajo ka akuzuar Sorosin, për shembull, për këtë gjë. Ajo e akuzon atë pasi thotë që George Soros edhe organizatat e veta që ta konkretizojmë se ka pak kështu e kanë bërë gogol. Po në fakt kjo nuk ka të bëjë me një gjë të mbinatyrshme, ka të bëjë me një gjë krejtësisht kalkulative edhe spekulante të tregut. Pra ku ajo i thoshte dhe akuzonte që George Soros përmes organizatave të veta gjithmonë mbështet çuditërisht gjëra të cilat në një mënyrë apo në një tjetër i kthejnë qytetarët e vendit të saj në kavje laboratorit, të cilët vetëm konsumojnë dhe nuk bëjnë as edhe një gjë tjetër përveç se konsumojnë. Dhe kjo është frika e saj më e madhe, pra humbja e identitetit familjar, social dhe identitetit kombëtar, fetar, megjithatë ashtu e ka të formuar Italia, po pse jo ashtu mund ta ketë të formuar edhe Shqipëria. Dhe kështu që prandaj e gjithë kjo vendose pak kështu si bosht për të kuptuar që është kjo që mungon, që më pas njerëzit shkojnë lehtësisht përpara televizorit edhe anë që ndeshë të konsumojnë gjithçka që ju japet. Për një diçka të fundit normalisht, ti e di që unë jam pak ose disi pasionant, ne mund ta diskutojmë edhe një herë tjetër, mbase edhe me ndonjë personazh tjetër, po nëse do mundim të kushtonim një 10 minutë të fundit të pjesës femrës. Ne jo pak herë kemi diskutuar bashkë që kemi problematika shumë të mëdha në Shqipëri, kemi problematika që janë vërtet për të ardhur keq,
ndonjëherë janë të pabesueshme që ndodhin në vitin 2023. Edhe normalisht mi mlloj dhimbje që pastaj çfarë dhimbje është kjo e ime, sa do të përprohem unë ose të ndihem keq se ajo ishte ti çfarë, domethënë që më ndodhi mua. Kështu që normalisht asnjëherë nuk e për të ndier aq keq sa është dihet personi që përjeton ato lloj makabritete. Po do të ka pasha një çik më shumë tek hecja përpara e shoqërisë, duhet të jepja një mendim. Edhe për të dhënë më shumë kontekst po them diçka. Në mënyrë cinike, në mënyrë cinike dhe sipërfaqësore për shembull, për mua çfarë është një femër e fortë? Një femër e fortë për shembull për mua është një femër si nëna ime. E kupton që ka qenë gjatë gjithë kohës me shpat në dorë dhe ti dilte dikujt përballë. Ose për rob që si njoh, për shembull, jo për të bërë qefin, po të marr thjesht si shembull. Një femër e saktë që del përpara, thotë që, domethënë e thënë në mënyrë brutale, po që unë kam mendimin tim olla. Edhe unë nuk kam frikë, domethënë, edhe nuk kam të them, unë nuk them që unë kam të dhe Bleoni po më shtyp mua, po unë këtë mendim kam dhe kështu më pëlqen, domethënë ta shoh botën, edhe do e vazhdoj këtë gjë. Nuk e shikoj shumë të trumpetuar, mbase është ajo që the ti që pjesa e grave, domethënë që janë të forta, që jam i sigurt që në Shqipëri i ka bërë dhe halli, nuk i ka bërë edhe qefi, domethënë, edhe shqyrë që i kemi, se kemi kulturë jashtëzakonisht shumë të fortë për mendimin tim që do Zoti nuk na ikën edhe nuk e harojmë. Pse vetëm këto au dëgjojmë kohët e fundit, vetëm viktimizimin nga kjo pjesa. Si e percepton ti? Nëse ke i koment, edhe mund ta lësh pa koment. Jo, po përpiqem që të kuptoj eksaktësisht a je i bezdisur prej, po themi le të them që viktimizimit, apo ti do të doje që ta rishikoja rolin e gruas në shoqërinë shqiptare ashtu sikurse ti e ke idealizuar atë, le të them kështu, ose menduar që ajo është e tillë. Te pjesa e idealizimit të ri që mund zakonisht i ri larg këtyre kornizave, domethënë që unë shikoj kështu, therefore duhet të jetë kështu. Nuk është se e shoh veten time shumë aty, por në qoftë se i heqim problematikat që vërtet i mbron ligji, siç janë dhuna në familje seksuale, këto gjëra i mbron ligji, këto nuk kanë nevojë të dalë as Bleoni as të thotë që kjo është e gabuar. Gjithë e dim që është e gabuar. Kjo ata persona duhet të përballen me ligjin një orë më përpara. Por më shumë me këtë pjesën e të arriturit të gjëra, të bërjes karrierë e të tjerë. Unë do e shifja se do ishte më e mirë nëse do ishte diçka brenda, domethënë nëse probleme ekzistojnë, nëse ku dëgjon nivele pagash ekzistojnë, nëse gjitha këto gjërat ekzistojnë, do e shifja më të mirë sikur të ishte një lloj mënyre, një si tip, siç janë sindikatat këtu në Gjermani për shembull, Gewerkschaft i thonë, ëh, kanë sindikata bashkë, i bëjnë të gjitha brenda njëra tjetrit, vetë pastaj sindikata i thotë kështu, më bëj këtë gjë. Mua nuk më pëlqen shumë fakti që unë nuk kam këtë gjën se Bleoni më shtyp, e kupton? Këtu e kam çi problemin unë. Shiko. Për shembull, këto janë një nga ato gjëra që ne dy mendojmë ndryshe. Pra, kjo prandaj dhe ka paragjykim ka shumë për të djastën. Sepse shiko, në të djastën gruaja dhe burri jo detyrimisht mendojnë njësoj, nuk ka një uniformitet të mendimit. E majta zakonisht janë njësoj, i madhi vogël, të gjitha kanë një funksionon si ushtri më shumë se sa funksionon si ne jemi më shumë si familje e djasta. Pra ku un jam një grua, edhe se jam e djasta, nuk e mendoj si ty, unë e mendoj që në fakt ka shumë arsye jo për të viktimizuar, por për të mbrojtur gruaja shqiptare. Pra ka shumë arsye për të ruajtur nga dhuna sistematike me të cilën përballet gruaja shqiptare. Dhe dhuna nuk është vetëm fizike dhe eliminuese, sikurse fatkeqësisht ka pasur shumë raste në vitin që lan pas, dhe uroj në Zot që të jenë sa më pak për 2023-shin. Ndërkohë, megjithatë, nuk është vetëm me kësaj forme, por dhuna merr forma nga më të ndryshme. Dhuna merr edhe në studiot televizive ku gruaja shtypet vetëm sepse është grua. Dhuna merr formë edhe në punë ku një grua drejtuese, le të themi kështu, rrallë shihet, ose nuk shihet aq shpesh sa shihen gratë drejtues. Kujdes, mos të bëjmë kujdes
me gruan e cila vendoset aty si shërbëtore e Edi Ramës, ai është tjetër rol. Ajo nuk është gruaja drejtuese, ajo është gruaja e cila përdoret për të vetmin fakt sepse është grua dhe vendoset si tregues i emancipimit dhe modernizimit. Pra nuk është e njëjta gjë. Ajo është një lloj diskriminimi pozitiv, unë jam totalisht kundër tij. Unë jam kundër diskriminimeve pozitive. Mendoj që janë një ndër gjërat që po i bëjnë më shumë keq gruas në shoqërinë shqiptare. Megjithatë, nuk mundem të heq nga mendja ato shifra, ato statistika që sapo i pash për numrin e grave të vrara në Shqipëri. Dhe pas zgjidh një herë këtë, gjithçka tjetër më duket që nuk është fair as pak, por ndoshta nuk jam personi i duhur për ta diskutuar se unë predispozitat i kam prej këtij qëndrimi. Po, jo, unë e kuptoj, domethënë shumë saktë atë konversimin. Thjesht unë e bëj dhe do vazhdoj ta bëj sa të kem fuqi këtë pyetje, domethënë sepse dhe disa njerëz nuk e ke idenë sa meshkuj mund të ketë që janë më të vegjël tash që nuk e kanë ndarë mendjen akoma se çfarë të bëjnë me këtë informacioni. Kjo që ti bën është emancipuese në fakt. Pra, ky sfidimi që i bën ti grave është emancipues. Për shumë mund të shikohet sikur është seksiste, mirë po unë kam vënë edhe në përballjet me kolegë të tjerë tanët, unë e shoh më shumë emancipuese se sa seksiste. Unë mendoj në të njëjtën mënyrë që e përdor me gjerman, me turq, me arab, femuj, meshkuj, gay, çdo lloj gjëje që tjetë për shembull. Unë një rregull kam gjithmonë. Në qoftë se unë po sillem mirë pa arsye, dije se unë nuk kam respekt për ty. Në qoftë se unë të sfidoj gjatë gjithë kohës dhe dua që ose të më bindesh ti mua, ose të bindun ty, unë po të shikoj në të njëjtin nivelin tim, edhe unë dua tani që të arrim diçka mbasi debati. Kjo nuk do gjithmonë, se tani nuk jemi Aristotela. Po që ideja është që është i mirë diskutimi. Diskutimi është hyjnor, domethënë ç'a kuptimi ka? Gjithmonë është një diskutim, kështu që vazhdo ta bësh këtë gjë. Ideja është që edhe mos ta zgjasim dhe shumë, se secili nga ne si ditë të hënë është i lodhur sot. Një fjali të fundit më jepi edhe një mendim edhe e konkludojmë pasaj. Ishte se të gjitha këto pjesët, domethënë e dhunës, të gjitha, unë kam një këndvështrim shumë radikal tek ajo pjesa që shumë persona për shembull nuk i paraqiten, sepse për shembull nëse ndodh si ai rasti që u përcaktua një 11 vjeçare për shembull, unë si Bleon, nëse do Bleoni do ishte diktator, që s'ka përndodhur asnjëherë, do thoshte vllai dënim me vdekje ti plako, sepse ti nuk ke, domethënë unë nuk e shikoj domethënë si gjë që është e rregullueshme, sepse individa aty më duket se njëri nga ata, nuk e di atë gjithë, mos paragjykoj, po ta marrim trash, kur ti edhe kur arrestohesh, të gjithë publikun e ke kundër, thoj që ajo e kërkoi vet, ti po e kërkon vet atë lloj dënimi, në atë lloj mënyre, kur ti as nuk pendohesh. Unë për këtë kam një të ndarë me thik, o zotëri, a e thot ligji po. Ata plera që janë në krye, në prokurori e në polici, duhet të marrin masa për të gjitha, duhet bërë shembull këta individ. Nëse nuk të lë Europa të futësh atë lloj dënimi, burgim përjetshëm valla. Burgimi futet nga 30 vjet, futet 40 vite në burg. Është burgimi i përjetshëm, pjesë e kodit penal të Republikës së Shqipërisë. Është në rregull, po nuk është për këto vepra. Për këto futen nga 3-4 vite, nga 5 vite, e kupton tani, e nxjerr të njëjtin pedofil në treg. Kjo është një nga gjërat që unë kam lobuar më së shumti të paktën në Kosovë, se këtu e kam atë pjesën më të madhe të veprimtarisë tani, si gazetare. Po me shumë dëshirë dua ta bëj edhe në Shqipëri, që është rritja ose dënimi maksimal dhe futja si vepër penale e përdhunimit, edhe të gjitha veprave me bazë seksuale. Kështu që do kisha shumë dëshirë, nuk po diskutoj pastaj feminicidin, pra vrasjen e grave që duhet patjetër, po atë e marrë të mirë qenë që do duhet të kishte dënimi maksimal, por plus kësaj do kisha dëshirë që të futeshin në kodin penal dhe të kishin dënime maksimale edhe veprat e tjera bashkëshoqëruese. Megjithatë, kam përshtypjen që jemi shumë larg këtij lloji debati në Shqipëri, pasi unë e thash edhe pak më parë, parlamenti e thash në një mënyrë tjetër, po nuk po diskutohet për koncepte më.
sot diskutimi është kthyer në një banalitet së ditës ku parlamenti përdoret si kamshik për t'i rënë njëri tjetrit edhe jo për të pat ato që quhen policy making ose bërja e politikave në Shqipëri fatkeqësisht. E kuptoj, po unë shikoj kritike këtë pjesën sepse duhet të jetë diçka. Unë si person, nëse do e quajmë emancipim ashtu siç ti u tregove shumë e mirë, mbase edhe më mirë se sa duhet që më thej që është emancipuese. Nëse është kjo, unë dua që get it done. E kupton, unë dua që këtë pjesën që është visible, domethënë që çdo person që është i shëndetshëm ndërish le ta themi kështu brutalisht fare, domethënë duhet mendojnë të lloj mënyrë se është krim plako, është drejt për drejt krim. Nuk ka nevojë për kjo, s'ka vend për interpretim fare. Unë mendoj që duhet ta bëjmë këtë sa më përpara të mundshme që të merremi me këto gjërat e tjera, të merremi me diskutimin ideologjik pasaj, që si është efti, si është ofun. Sepse ne nuk merremi dot me ideologji kur janë këto që dhëmbin kaq shumë. Jo, në fakt do duhet ishte e para diskutimi ideologjik që më pas si prej ideologjisë të shkosh te bërja e politikave, prej bërjes politikave më pas te këto gjërat e tjera të politikës ditore. Ndërsa ne kemi të përmbysur rendin, ne kemi politika ditore. Pastaj është kjo gjëja tjetër që është bërja e politikave, dhe në fund është ideologjia, ndoshta. Dhe mundësisht kur hyn ideologjia në mes hyn edhe një lloj frike se ata të cilët ndajnë një ideologji, qoftë majt, qoftë djathtë, në fakt janë ekstreme. Se sot uniformiteti duhet. Uniformiteti është ai të cilët njerëzit drejtuesit politik, qoftë të PD-s, qoftë të PS-s në Shqipëri e duan pranë vetes së tyre. Duan ata të cilët mendojnë njësoj, jo ata të cilët mendojnë ndryshe. Më bukur nuk e thoja dot as vet. Alisa, ku mund të gjejnë njerëzit? Si gati për këtë pyetje në Twitter, Braho Alisa. Është në Twitter, besoj të ta lidhesh ti. Normalisht, ta fusimi këtë keni gjitha në description. Është platforma që përdor nëse shumë ti Alisa Braho në Facebook është e dyta, kaq. Edhe uroj që të më ndiqni për ata që do ta ndjekin nga Kosova të paktën, edhe do ta shkojnë nga Kosova, pasi jam shumë shpesh e paraqeshur në studio televizive. Edhe më shkruani, më kritikoni. Mos më mbulni. Po, është më së e qartë tash që Alisa është si puna ime, që i lutem rove kritikoni dhe komentoni edhe gjërat që të keni të gjitha. Unë adhuroj. Kritika është prapë hynore. U bën shumë gjëra hynore sot. Gjithsesi, Alisa, unë të falenderoj jashtëzakonisht. Ishte kënaqësi dhe do të dëgjohemi edhe të shohim një herë tjetër. Shumë faleminderit, mirupafshim.